në edit para festës së madhe, festës së pavarësisë së vendit tonë, pavarësisë së Kosovës. Edhe të më ndërmirë që të më thonë që pavarësia e Kosovës. Më i ka pas 6 minutë, kur urdash në Evropë, Kosovën, Prishtinën, pas 6 minutë kanë punë në Bondër, edhe asnjëherë atë nuk kam besuar, pasë nuk të besuar që një ditë kanë u këtu në vendin e pas Kosovën, shtetë Kanarë, shtetë Beograd. Kuria jonë kanë qenë kanë një vëtarë në vendin tonë. Pra, pavarësia e Kosovës është një mrekulli e vërtetë, të cilën së kemi, të cilën së lexojmë. Po kjo nuk ka ardhur, nuk ka pikë që nuk ka ardhur. Arë se rezultat një punëve shumë shkira, punëve të bashkë që në bërë, duke fillu për të bjurosë për politik, të viteve 6 vjeta, 7 vjeta, 8 vjeta, 9 vjeta, deri tek procesi paksore të doktorit Vojtës, që e kanë institucionalizuar dhe kanë dekontralizuar që është shqiptarëve njërët në Kosovë, po gjithë në Kalim, dhe nuk ka qaj, se u shqipë sujetarë të Kosovës, që së bashkë në partnerë, edhe ka kulminu në pavarësinë e vendit tonë. E sot që kemi teknologia, po sot që kemi vendin të pavarë, kemi vendit, duhet të punojmë të qyqëm, të ndojmë pashën, të ndojmë demokracinë, të jemi të hapur në komunitetet e tjera, të bëjmë ata pjesë të komunitetit tonë, sepse kjo të bërë në besimit tonë, të bërë që ne të mërimë në nivel shumë të klarë të të gjithë, ku mundojmë jo vetëm për ne, po edhe për tjerë. Pa janë edhe për tjerë dhe vëzhojmë vendit tonë në demokracinë të plot, edhe të regojmë që ne duhet të jemi pjesë, të jemi pjesë e një familje të madhe evropiane. Proceset tona tash, si kryeqytet, investimet tona, sidomos në edukim, pra në kurikulat digjitale, në panelat e menqura, në shkollat e reja, në mësimin tërditor, në fuqizimin, pra krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit tonë, është kjo betejë e tashme dhe të ardhme që ta krijojmë një shoqëri të fuqishme, një shoqëri inkluzive, një shoqëri që beson në demokraci, një shoqëri që na bën pjesë të familjes së madhe evropiane, ku edhe aty do të kemi edhe shkrirjen e gjithë kufive edhe të jemi bashkë, ashtu siç edhe kemi planifikuar dhe menduar gjithmonë. Prandaj, ju uroj të gjithëve urime ditën e pavarësisë së Republikës Kosovës, na prift të mbara, i prifshim të mbarës së bashku. Bravo fëmijë të mrekullueshëm. Faleminderit. Është një ditë që na kujton sakrificën, punën dhe përkushtimin, udhëtimin e brezave të tërë për që punuan dhe krijuan për këtë vend. Pavarësia është fryt i shumë përpjekjeve të përgjithësive për të gjithë ne, që ta ruajmë dhe ta zhvillojmë atë çdo ditë. Si institucion arsimor, ne kemi një mision të shajtë, të veçantë, të edukojmë breza, të mbjellim atë dashurinë dhe përgjegjësinë për shtetin tonë, sepse këta do jenë udhëheqësit e gjeneratave të reja. Në këtë ditë të shënuar të reflektojmë pashtu për arritjet tona, por edhe për detyrat që na presin përpara. Vime 17 shkurtit të gjithëve, dhe të jetë kjo ditë gjithmonë burim krenarie, shprese dhe motivimi për të vazhduar rrugën tonë që na prek të zhvillimit dhe përparimit të vendit tonë. Faleminderit të gjithë. Pritja madhështore jashtë, sikur i humb pak kuptimin këtyre fjalëve që i përgatisin paraprakisht. Ajo që tha kryetari, po ashtu e plotson gjithë atë se çka unë desha të them. Megjithatë, po ndalim veç një fjalë kryetare që tha, kjo sot që kemi është një mrekulli, edhe vërtet kur sheh kështu nxënës
shkolla, mësimdhënës, liri e demokraci s'ka si tjetë ndryshe përveç se një mrekulli, për cilën ata para nesh kanë dhënë shumë, dikush ka dhënë gjithçka, dhe ne sot kemi shumë borxh ndaj tyre, duke filluar nga presidenti, dëshmorët, ushtria çlirimtare, gjithë të tjerët, që amanetin e tyre ta çojmë aty ku duhet. Nxënës të dashur, urime edhe një herë festën e pavarësisë, e qysh tha sakt e drejt kryetari na prini përpara.